Në Alaskë, nata polare, qyteti Utqiagvik nuk do ta shohë më diellin deri me 22 janar. Banorët e qytetit Utqiagvik në Alaskë panë lindjen e fundit të diellit për vitin 2025, duke shënuar fillimin e një periudhe 64 ditore errësire të vazhdueshme për pikën më veriore të kontinentit amerikan. Lindja e ardhshme e diellit pritet më 22 janar 2026, sipas Fox News, në një kohë kur Antarktida do të jetë në fazën e kundër sezonale duke përjetuar ditën polare që zgjat deri në shkurt. Nata polare në rrethin arktik që përfshin dhe Utqiagvikun nis me lindjen e fundit të diellit në vitin 2025. Banorët e dinë se rrezet e para të diellit do të rikthehen vetëm në janar të vitit të ri. Ndërkohë, në polin e jugut, Antarktida hyn në periudhën e ditës polare me diell të pandërprer deri në shkurt të vitit 2026. Kalojmë tek lajme të tjera.